fjali podrimën edhe keni shkruar për të madhin podrimja. Po i lexoj vetëm 2-3 vargje edhe pastaj do të më tregosh pse të pëlqen ty poetika e podrimës edhe vargu edhe shkrimi i tij përgjithsisht. Ditën që mbyllë syt, dielli u përhap befas në horizont. Qyteti u shtang mbuluar me petkun e zi. Klithëronin pa pra, pa pushim, sheshet, librat, mitingu i poezisë. Kosova dëneste për birin e vetë, që ja mbylli dëshirat e heshtura e dallgët e metëve të pagjumta. Vërtet bukur, sepse shkrimet e mia disa për shembull në pakës ma të bëjmë shumë psikologjia në mësën me hunë gjithmonë pozitiv. Ta shko për nana ma jetë për shembull dali podrimi. Është jeta ati rasti që e ka pas, ka kriju shkrimet shumë pozitiv. Zgjohu Kosovë. Ka transmetu të Devet e mia thyra kush vëdall. Normalisht Këtë vatër kush pojre, tjera, këto gjurë në gjapo që poshtohen për fytyrën tënde. Këto varë e murana që po sillen vërdallë rreth shtëpisë sime. Zgjohu Kosovë. Zgjohu nana ime dashur, balli dhe emri im i shkelur. Zgjohu Kosovë. Edhe pse ka vete e ndërë të barit, ka patos, ka do më thonë, askush shumë Ua vdekur jam e harun të troje e suja gjallë. Ua masht shkimbur hisja në mbyllë dera e konakut. Zgjohu Kosovë flake hershme ashti tim të pëlcitun, bota në tyllet kallet. A diçka nga personalja këtu? Po, gjithsesi Alja këtu? Po, gjithsesi ka edhe nga jeta personale. Po. Sado që më mundona në vargje ka pak me shrej ato me fshej. Me ika atyre, po. E po stilistikën e do? E fut brenda veprave tuaja? Po, figurat po. Po, edhe kush të pëlqen më shumë? Ku e gjen veten? Metafora, antiteza, Se ke dëshirë të bësh në kundërvënje mendimet, sepse antiteza është figure kundërvënjes. Po. Edhe ironinë e përdori shumë. Sidomos shkrimet e fundit, nashta ku marr pak të podrimjes. Shoqërua me groteskën apo vetëm ironinë? Ma shumë ironi. Se ato dyja sikur bëhen në thella kur shkojnë ironi, sarkazëm, grotesk bashkë njëra me tjetrën. Çka ironizon më shumë? Dukurit, fenomenet, individët? Dukurit negative më shumë. Dukurit negative.